këta kanë vendosë që të vazhdojnë mandatin qeverisë Kurti 2, pa limit kohor, dhe kështu është, faktualisht kështu është. Okej. Dhe nëse e themi këtë është faktualisht. Se mandati, po ju në mandat jeni do më në konflikt hapun të interesit, antikushtetues do këtë mandat. Kufizume si pas kushtetutës dhe ligjit. Shka është antikushtetuse se ju e keni quajtur edhe uzurpator, zotin Kurti? Shiko, lexoni nëse doni, ne në 72 i Kushtetutës së Republikës do më e shmon konfliktin e interesit, do më thotë që deputeti nuk mund të jetë bartës i asnjë pushteti ekzekutiv. Qoftë në pushtet qendror, qoftë në pushtet lokal. Dhe s'mund tjetë, ku thotë kushtetuta ajo nuk ka veç fryma, është me gërm, thotë nuk mund të jetë. Ligji që e ka e ka shkru dhe e ka votu vetë lëvizja vetë vendosje për qeverin, ne jeni 26, hapun thët, qeveria në detyrë, deputeti i Kuvendit Kosovës thot, për shkak papajtueshmërisë, me funksion antari i qeverisë, edhe para ndëlimi, thot, në rast se antari i qeverisë në detyrë, antari i qeverisë në detyrë, zgjidhet deputeti i Kuvendit të Republikës Kosovës, i njëjti duhet të jap dorëheqjen nga posti i antarit qeverisë para ditës së certifikimit. Këta Albini me këtë qeverinë nuk kanë dhënë dorëheqje, janë zgjedhë deputet, janë uzurpatorë të zyreve. Kur ka pse nuk guxojnë asnjë ditë. Nesër po këtu problemi ka. Këtu problemi është opozitës. Sonte ish opozita me dërguar gjykatë kushtetuese, jam i bindur dhe e marr me përvetim. Jo, më falë. Pse sa konflikti hapun fiksohet që ti drejtohet gjykatës kushtetuese? Jo, nuk po intereson me shku zgjedhje, të jashtëzakonshme. Që krozori është opozitë. A jeni si uzurpator, ju si lëvizje vendosje? Jo, po zoti Kroku nuk është ministër, ky është në rregull. Zoti Kroku është mandatin e tij plot. Zoti Kroku flet në pozicionin e deputetit të lëvizje vendosje. Është e pasakt. Pse? Me keqardhë. A jeni uzurpator, Kraki? Jo ju. Po si qeverisje, edhe kushtetutën dhe ligjin. Dorëheqja është aktu. Dorëheqja ka ndodhur, edhe është aktu. Zavend kryeministri nuk o deputet i shdosh me mot punë të qeverisë detyrë. Zoti Kroku gabim, besoni. Nuk mund Kosova të zbuloj një të drejtë kushtetuese, e cila prej Montesquieu deri sot po shkruan zoti Kroku me gërm po shkunen në 72. Ka ndodhur ajo. Ka ndodhur dorëheqja para betimit atë ditë. Kryeministri ka dorëzuar, është aktu, është marrë si e mirëqenë ajo. Prandaj u verifikun mandati. Kështu që është e pasakt thuhet që nuk ka ndodhur dorëheqje. Po nuk e ka vendin zyret qeverisë. Ço deputet i zgjedhur. Ti e din që në demokraci pushtetet, zoti Kroku, në demokraci, Belgjik, në demokraci pushtetet janë të ndome. Jo, deputeti zguxon me post asnjë post ekzekutiv. Jo, ata janë deputet, m'fal. Janë veç ministra. Jo, janë deputet. Mbas zgjedhjet dhe ministri Gjoje Kroku, veç një shembull me Gjoje. Qeveria e dorëhequr, në Francë thuhet qeveria e dorëhequr. Qeveri po janë deputet njëkohësisht. Janë veç ministra. Në fazën tranzitore. Edhe ata kanë drejt, në Belgjikë edhe 2 vjet e kanë marrë qeverinë detyrë. S'ka problem. Ama problemi është që ti njonën ose zgjidh kuvendin ose qeverinë, të dyat nuk guxon. Ne jeni 72, ligji ne jeni 26. Pikë. Hiç po shkojmë anë. Veç një diçka te jeni 26, te ligjit mbi qeverinë. Unë kam thënë publikisht që ai ligj ka të meta dhe ne 26. Kështu po pajtohet, ka të meta ajo i flasin juristët atje. Për shembull, te termi preciz, ministri në detyrë. Në Kosovë janë ende të paqarta disa terminologji, ministri në detyrë, qeveri në detyrë, qeveri e dorëhequr. Gjitha këto janë ende të paqarta. Madje atë kur kemi diskutuar këtë me zotin Gruda, edhe ai si ekspert i fushës, ai pretendoi se në fakt janë 2 nocione ndryshme. E dorëhequr dhe në detyrë janë 2 të ndryshme. Në kuptimin e nenit 26 atij ligji, ministri në detyrë është mendu ministër para se me u marrë zgjedhjet. Do thotë ministri i qeverisë në funksion. Tash ministri në detyrë, si në kuptimin sipas interpretimit të drejtë, është dorëheq. Deputet është. S'ka çka lyp në ekzekutiv. Nuk është temë sepse çfarë është temë tani është kjo çfarë do ta them në vazhdim. Me shumë interes është, për arsye se me shumë celebritet. Përsëri Kosovën e ka përmendur presidenti Trump. Mos u friksoni. Jo, mos u tut, që do të dalë Islami. Mos u tut.
Gjatë samitit NATO-s në Bruxelles, që u mbajt, në fakt që u mbajt në Haag,